6 qytetarët të Tiranës, që kanë udhëtuar me urbanët e linjës Kombinat Kino Studio gjatë muajit mars, kanë mundur të fitojnë sot 6 dhurata. Shorteu i hedhur live në News 24, në moton ruaj biletën dhe fito, synon të sensibilizojë qytetarët se biletat që marrin gjatë transportit duhen ruajtur, pasi ato mund të bëjnë fitues të një çmimi në fund të muajit. Shorteu i parë në llojin e tij synon të ndërgjegjësojë qytetarët se me luftimin e informalitetit do të rriten edhe standardet e udhëtimit në këtë autobus. Kreu i shoqatës kombëtare të transportit të qytetit Ervin Shiaku e cilësoi këtë nismë si një fillim të mbar për ndryshimin e sistemit të biletës nga ajo aktuale në sistem elektronik. Hapi i parë joni për të ndryshimin e sistemit të biletës nga një bilet e kohës monizmit në një sistem elektronik që ka gjithë Europa. Do të rikujtoj që Tirana është vetëm kryeqytet në Europë që ka një sistem biletet ato shërbimit urban të 30 vite më parë. Nëpërmjet i shorteu, unë besoj se nxisim ndërgjegjen qytetare. Lufta kundër informalitetit fitohet në mënyrë të përditshme nga çdo njeri nga ne që hyj në autobus dhe kërkon në të drejtën e tij të plotë që të ruaj kundra biletën. Këto para i kthehen mbrapsht qytetarit. Çmimet që u ndan për muaj mars do të vijojnë të jenë një traditë pasi çdo të diel të muajit pasardhës, shorteu me dhuratat e larmishme do të nxjerrë të tjerë qytetar fitues. Numrat e serisë të biletave fituese do të afishohen ato buzët e linjës Kombinat Kino Studio, ku qytetarët do të mund të shikojnë nëse kanë fituar një nga pajisjet elektroshtëpiake. Sipas raporteve të shoqatës, në këtë linjë udhtojnë rreth 225.000 qytetarë në ditë.